Kur të falsh me mu, këshërëm sy. Do me thonë, këshër penalt. Radio Plus. Gjatë gjithë jetës së saj, femra mund të krahasohet me shtete të ndryshme të botës. Secila moshë ka bukurinë e saj, ka përparësi dhe mangësitë e saj. Në vazhdim do të dëgjoni ngjashmëritë e femrës me shtete të ndryshme të botës, apo siç e quajmë ne, gjeografia e femrës. Në moshën 18 deri në 20 vjeçare, femrat janë si kontinenti i Afrikës. Gjysmë të zbuluara, gjysmë të egra, të bukura në mënyrë natyrale. Mes 21 dhe 30 vjeç, femrat janë si Amerika, të zhvilluara dhe të hapura për tregti, sidomos për ata që kanë të holla. Mes 31 dhe 35 vjeç, femrat janë si India, shumë të nxehta, të relaksuara dhe të vetëdijshme për bukurinë e tyre. Mes moshës 36 dhe 40 vjeç, femrat janë si Franca, pak të moshuara, megjithatë të nxehta dhe të preferuara nga shumë vizitorë. Mes moshës 41 dhe 50 vjeçare, ato janë si Jugoslavia, e kanë humbur luftën, i mundojnë gabimet nga e kaluara, rindërtimi është më i nevojshëm. Mes 51 vjeç dhe 60 vjeç, femrat janë si Rusia, shumë të zgjeruara dhe askush nuk i kontrollon kufit. Klima e ftohtë i largon vizitorët. Mes 61 vjeç dhe 70, femrat janë si Mongolia, me gjithë bukuritë dhe historitë nga e kaluara, megjithatë pa perspektivë. Pas moshës 70 vjeçare, femrat bëhen si Afganistani. Gati të gjithë e dinë se ku gjendet, por askush nuk dëshiron të shkojë atje. Në përgjithësi, femrat nga mosha 15 vjeçare deri në 75 vjeçare janë sikurse Iraku, i sundon një idiot. Tu nga tjeta prind të dashur, qao bani, a i një mira poloni. Që 8 muj kanë kalu që jam unë në fakultet dhe halas më një am një shkru letër, po më jem bol mare, po pi premtoj që krejt kom i kompenzu. Para sa të vazhdoj me shkrumin e kësaj letre, ju kisha lut me ull, kur qysh më se lexoni këtë letër në kom. Gati mu ka shëru krejt plagt, edhe gati më shëru krejt prej traumave që kom dash me këcy prej katit 4. Kom qenë vetëm 2 javë në spital, edhe të pamunit mu ka këthy gati krejt, po vjelli veç ka një herë në ditë, ma shumë jo. Pasi që flakën e kom bo vetë, pa qëllim, duhet universitetit një pagu një 10.000 euro dom, dhe me thonë si dom shpërblim, po ajo s'është kur gjo. Me rëndësi është që unë kom jetë gjalla, kom pas edhe na fak se njeri cili jeton për balë domeve e ka pa flakën edhe i ka thirrë, dhe me thonë zjarë fikse të ndimen e shpejt. I njëjti njeri më ka vizitu në spital edhe është interesu për mu. Pasi që dhoma jam u kall krejt që i njëjti njeri më ka pranu me jetu te aj. E ka banesën një dhomshe, po e kena super. Ajo është një 2 herë ma i vjetër se one, po jena dashuru shumë njëni me tjetrin. Edhe kena bu plan bile mu martu. Nuk e kena saktu datën, po kena fol që edhe jena pajtu, do me thonë që me qenë para se mja nis të one me u pa shajat e 7 zanis. Para me ndoni printemi, ka mu bo nana, e di që menzi po pritni mu bo ju gjysh e gjyshe. Edhe menzi që po pritni me i pa bebat, po pra se 3 kanë me qenë. E di që keni mi ofru aq dashuri sa më keni ofru edhe mu kur kom qenë e vogël. E i vetëmi sen që po e vonon dasmën është që i dashuri jam e ka marrë një farë infekcioni pa lidhje, një farë infekcionit poshtër. Për shkak të infekcionit jena të 2 përsëri në spital, po jena shumë ma mirë kove të fundit, falë antibiotikve. Doktorat këtë smundje po e theshin sifilis, a qashtu dyqysh. E di që burin tem keni me prit me duar të hapura, edhe ky ka mu bo antari familjes tonë. Ajo shumë njeri mirë, edhe pse nuk e ka as shkollën fillore të kryne, është shumë ambicios. Normal ky i takon fes tjetër, por e di që ju jeni shumë toleranta, edhe s'kam ju pengu që ngjyrën e lëkurës e ka të zezë. Me siguri keni me dash qaq shumë sa e dua dhe one. Pasi që është moshatar me juve, keni mu përshtat shumë mirë. Sidomos kur të vi me jetu te ju, se banesa jonë shumë e vogël për gjithë këta njerëz. Edhe prindrit e tina ishin shumë njerëz mirë. E kishin një farë prodhimit narkotikve në Afrikë prej kajt edhe është burri jam. Pasi që u shkrua detajisht krejt që ka të bëj me mu, erdhë koha të tregoj që banesa s'mu ka koll, që s'kom kur gjë, që s'kom qenë as në spital, as që nuk kom burë prej Afrikës, e që nuk jem as 7 zone, as nuk jem e infektume. E vërteta printe me është që kom rapi provimit, edhe me një provim tjetër ku më abstenu. Vetëm deshta mi u thonë që në këtë botë ekzistojnë edhe shumë sene më të këqija se ramja për provimit. Ju donë qika juaj studentesh.